rritet Beluli ende se ka martuar djalin e vogël, apo pret nusën e duhur? Këngëtarja e njohur e muzikës popullore Shyrete Beluli, edhe pse ka përjetuar shumë ngëzime familjare, duket se një ëndër e madhe i ka mbetur ende pezull, dasma djalit të saj të vogël, ndërsa vajzat e saj tashmë janë të martuara me fëmijë. Shyretja shpesh me humor ka thënë: tash i mbetet vetëm djali i vogël për ta martuar. Burimet pranë familjes tregojnë se këngëtarja është në pritje që djali të gjejë vajzën e duhur, sepse siç thuajnë miqtë e afërt, ajo dëshiron një nusë që të përshtatet familjes dhe zemrës së djalit të saj. Megjithatë themet që qarkullojnë në rrjete, Shyrete nuk ka dhënë ende ndonjë deklaratë për ndonjë lidhje apo fejesë. Për momentin ajo po shijon jetën, po këndon me energjinë e saj të zakonshme dhe siç duket po pret që në shtëpinë e saj të bjerë sërish daulli i dasmës. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.